Një debat i ashpër shpërtheu në Big Brother VIP Fan Club, ku Shipe Hysena dhe ish konkurrentja Valbona Mhilli u përballën mbi një deklaratë të bërë nga opinionistja. Shipja pretendoi se vëlla i Valbonës e kishte kërcënuar pas komenteve të saj se ish banorja kishte një lidhje jashtë shtëpisë të Big Brother VIP. Gjatë diskutimit, Valbona e sfidoi Shipen të jepte emrin e personit për të cilën foli. Ti duhet të flasësh për deklaratën që ke bërë dhe të japësh emrin, tha ajo. Shipe u përgjigj duke thënë se nuk përfshihej në situata të tilla, por këmbënguli që kishte prova për atë që thonte. Në debat ndërhyri edhe moderatorja Heidi, duke kërkuar më shumë sqarime mbi pretendimet për kërcënime nga vëllai i Valbonës. I fakton dot mesazhet, e pyeti ajo dhe Shipe pohoi me siguri se po. Nga ana tjetër, Valbona kërkoi që opinionistja të mos mbante sekrete dhe të publikonte faktet. Për t'ju përgjigjur, Shipe tregoi mesazhet në telefon duke akuzuar Valbonën se nuk mbante përgjegjësi për situatën e krijuar. Turp të vi për femrën që je, i tha ajo, duke theksuar se nuk pranon as kërcënime dhe as paralajmërime. Në përfundim, Valbona reagoi me ironi, të pas ka kërcënuar shumë rënd, duke lënë të kuptohet se nuk e konsideronte situatën aq serioze sa e përshkruante shqipja.